Prej rreth 3 muajsh, kalimi në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë në pikën e Kristallopigit pranë doganës së Kapshticës është shoqëruar me pritje të gjata për udhëtarët. Të interesuar për këtë fakt, qytetarët kanë marrë si përgjigje se është faji i sistemit për shkak të zbatimit të një sistemi të ri identifikimi nga pala greke. Sipas udhëtarëve, për të hyrë apo dalë nga Shqipëria, duhet të presin mbi 1 orë për shkak të radhëve të gjata që krijohen në të dy anët e kufirit. Gjatë ditëve të festave apo fundjavave, për shkak të fluksit të lëvizjeve, radhët janë edhe më të gjata, ashtu si ka ndodhur edhe një ditë më parë, kur qytetarët kanë pritur deri në 1 orë për të kaluar kufirin. Gjatë 24 orëve të fundit, në Kapshticë kanë hyrë 3077 qytetarë dhe kanë dalë 3319 të tjerë. Burimet bëjnë me dije se pala shqiptare ka kërkuar nga autoritetet greke për shpejtimin e procedurave, sidomos për shtetasit që disponojnë dokumenta greke, por deri më tani kjo kërkesë nuk është marrë parasysh, ndërkohë jashtë kamerave burime nga policia kufitare në drejtorinë e Korçës shprehen se vonesat lidhen edhe me mungesën e trajtimit të duhur nga pala greke për sistemin e ri. Procedura për çdo udhëtar zgjat deri në 10 minuta, pasi përveç vulës në pasaport, kërkohet edhe fotografimi dhe marrja e shenjave të gishtave. Kjo situatë që vijon prej muajsh po sjell shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët në lëvizje.